Shqipëria në krizën e liderëve, ku janë udhëheqësit që meritojnë. Një lider i mirë është ai që nuk vetëm udhëheq, por edhe frymëzon. Është ai që nuk sheh pushtetin si një qëllim në vetvete, por si një mjet për të ndryshuar jetën e njerëzve për mirë. Një lider i vërtet është i përbërë nga integritet, vizion, guxim dhe aftësia për të dëgjuar dhe kuptuar nevojat e të tjerëve. Ai nuk është thjesht një menaxher i proceseve, por një ndryshimtar që krijon një mjedis ku njerëzit mund të rriten, të zhvillohen dhe të kontribuojnë në mënyrë të plotë. Por kur e kthejmë vëmendjen drejt Shqipërisë, një pyetje e rëndë lind në mënyrë të pashmangshme: a janë politikanët tanë lider të vërtetë? A janë ata në shërbim të popullit apo të interesave të tyre personale? Për të kuptuar më thellë këtë dilemë, duhet të analizojmë jo vetëm arritjet e politikanëve tanë, por edhe strukturën e sistemit politik dhe kulturën që i ka lejuar këta njerëz të mbajnë pushtetin për dekada. Populli shqiptar, një kom me potencial të pafund. Shqiptarët, brenda dhe jashtë kufive të vendit, kanë treguar një aftësi të jashtëzakonshme për të përmbysur pengesat dhe për të arritur suksese në fusha të ndryshme. Në shkencë, biznes, art, sport dhe kulturë, shqiptarët kanë lënë gjurmë në nivel global. Ata kanë treguar që, kur u jepen mundësitë e duhura, janë të aftë të konkurrojnë me më të mirët e botës. Kjo është një tregues i qartë i potencialit të papërdorur që ekziston në Shqipëri. Por pse ky potencial nuk shndërrohet në zhvillim të qëndrueshëm në vend? Pse Shqipëria, pas më shumë se 3 dekadash të demokracisë, vazhdon të luftojë me korrupsionin, varfërinë dhe mungesën e besimit në institucionet? Përgjigjja e thjeshtë, por e dhimbshme, është se politikanët tanë kanë dështuar në detyrën e tyre kryesore, t'i shërbejnë popullit. Politikanët shqiptar, një pasqyrim i dështimit të liderit. Në vend që të jenë shembuj të integritetit dhe përkushtimit, shumica e politikanëve shqiptar kanë përdorur pushtetin si një mjet për të pasuruar veten dhe të afërmit e tyre. Nga Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta e deri te figurat e tjera që kanë dominuar skenën politike, një model i përsëritur është i dukshëm: fjalë të bukura, premtime të mëdha dhe pak ose as pak rezultate konkrete. Korrupsioni dhe klientelizmi. Një nga problemet më të mëdha të Shqipërisë është korrupsioni, i cili është i rrënjosur thellë në sistemin politik. Politikanët kanë përdorur pozitat e tyre për të shpërndar punë, kontrata dhe burime në mënyrë selektive, duke krijuar një sistem ku besnikëria personale është më e rëndësishme se meritat. Kjo ka çuar në një mungesë të drejtësisë dhe në një ndjenjë të përhapur të pabarazisë. Mungesa e vizionit. Një lider i mirë duhet të ketë një vizion të qartë për të ardhmen e vendit të tij. Megjithatë, shumica e politikanëve shqiptar kanë qenë të fokusuar në fitimet afatshkurtra dhe në mbajtjen e pushtetit, duke injoruar nevojën për plane afatgjata për zhvillimin ekonomik, arsimor dhe shoqëror. Mungesa e përgjegjësisë. Në një demokraci të vërtetë, liderët janë të përgjegjshëm për veprimet e tyre. Por në Shqipëri, politikanët shpesh kanë shpëtuar pa u ballafaquar me pasojat e vendimeve të tyre të gabuara. Kjo ka krijuar një kulturë ku gabimet nuk ndëshkohen dhe ku ndjenja e përgjegjësisë është praktikisht e pamundur. Polarizimi politik. Në vend që të punojnë së bashku për të mirën e përbashkët, partitë politike në Shqipëri kanë ndarë vendin në 2 bloqe të papajtueshme. Ky polarizim ka penguar zhvillimin dhe ka krijuar një atmosferë të stërvitjes dhe urrëties, ku interesi kombëtar është shpesh i varfëruar. Çfarë duhet të ndryshojë? Për të ndryshuar këtë realitet, Shqipëria ka nevojë për një transformim të thellë jo vetëm në nivelin e liderëve, por edhe në nivelin e sistemit politik dhe të shoqërisë në tërësi. Këtu janë disa hapa që mund të ndihmojnë. Edukimi dhe ndërgjegjësimi. Një shoqëri e informuar dhe e edukuar është më pak e prirur të tolerojë korrupsionin dhe abuzimet. Duhet të investohet në arsim dhe në ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre. Forcimi i institucioneve. Institucionet e pavarura dhe të forta janë thelbësore për të garantuar drejtësinë dhe transparencën. Duhet të punohet për të forcuar sistemin gjyqësor, mediat e pavarura dhe organizatat civile. Lider të rinj me vizion. Shqipëria ka nevojë për një brez të ri liderësh që nuk janë të lidhur me korrupsionin dhe klientelizmin e të kaluarës. Lider të rinj me vizion, integritet dhe përkushtim ndaj së mirës së përbashkët mund të sjellin një frymë të re në politikën shqiptare. Pjesëmarrja aktive e qytetarëve. Qytetarët duhet të jenë më aktiv në proceset politike. Në vend që të jenë vetëm observator, ata duhet të kërkojnë llogari nga liderët e tyre dhe të angazhohen në ndryshimin e sistemit. Koha për ndryshim është tani. Shqipëria është në një pikë kthese.
Nëse vazhdojmë të zgjedhim të njëjtët lider dhe të pranojmë të njëjtat shfaqje, nuk mund të presim rezultate të ndryshme. Është koha që shqiptarët të zgjohen dhe të kërkojnë më shumë nga ata që i udhëheqin. Është koha për të kërkuar lider të vërtet, jo thjesht politikan. Një lider i vërtet nuk matet me fuqinë e tij, por me ndikimin pozitiv që ka në jetën e njerëzve. Dhe nëse duam të shohim një Shqipëri më të mirë, duhet të fillojmë duke zgjedhur lider që e meritojnë këtë titull. Koha për ndryshim është tani, dhe ndryshimi fillon nga ne. Prandaj, është koha të bojkotojmë çdo figurë të vjetër politike, Rama, Berisha, Meta, Basha, Majko dhe të tjerë. Le të votojmë për një brez të ri, me vizion dhe integritet.